Eu nem para cá preciso de luz para levar de jogo. Transportar com mouse. Kujdes. Shoh edhe pak të marrë. Jemi këtu bashk me Ministrën e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, zonjën Arbrije Nagovci, dhe me kryetarën e komunës së Gjilanit, Nikoqirin ton Alban Hysenin, për të vënë kurthemelin e çerdhës së 6 gjatë mandatit ton në komunën e Gjilanit. Kur e kemi marrë pushtetin ekzekutiv, kemi ardhur në qeverisje të këtij vendi, të cilin e kemi realizuar pas fitores së madhe të shkurtit të vitit 2021, nuk e kemi gjetur asnjë çerdhe në Gjilan. Gjithashtu, kur ka ardhur në pushtet ekzekutiv në Gjilan Alban Hyseni, kur ka filluar qeverisja e mirë në komunën e Gjilanit pas zgjedhjeve të vjeshtës së vitit 2021, këtu nuk ka pasur kujdes për fëmijët as në kuptimin institucional dhe as në kuptimin social. Prandaj është ditë e lumtur për të gjithë qytetarët e Gjilanit. Unë i përgëzoj edhe deputetët që janë këtu me neve, gjithashtu edhe aktivistët për këtë ditë të shënuar, kur po vëm gurthemelin, po e bëjmë vendosjen e këtij gurthemeli për çerdhën e 6 në komunën e Gjilanit, në këtë kryeqytet të Anamoravës. Ka kushtuar gjithsej projekti rreth 855.000 euro, do t'i ketë afër 900 metra katror, do t'jetë për 80 fëmijë dhe punimet e këtij projekti, siç është parapar, do të përmbyllen për 12 muaj. Pra, lajmi i mirë për fëmijët, lajmi i mirë për prindrit dhe lajmi i mirë për komunën e Gjilanit, urime Ministre Arbrije dhe urime kryetar Alban. Së pari, unë asnjëherë nuk kam thënë që nuk do t'jap dëshmi apo se refuzaj të jap dëshmi. Përkundrazi kam thënë që jam jo vetëm i gatshëm, por edhe interesuar që të dëshmoj. Në anën tjetër, kam shkruar letrën në të cilën kam treguar edhe oraret se kur mund të bëhet dëshmia. Unë i mirëpres prokurorinë e shtetit në zyrën e kryeministrit. Ka pasur raste të kaluarën kur prokurorët, hetuesit kanë ardhur për kryeministra, madje jo vetëm si dëshmitar, por si të pandehur. Prandaj nuk ka asnjë arsye që kjo të mos vazhdohet. Por sot kryeministri keni përsëritur nga Gjikova. Ende jam duke u përgjigjur. Kur ta përfundoj përgjigjen, vazhdojmë pyetje tjera. Pra, qysh në muajin dhjetor ka qenë mundur që të kryhet ky intervistim dhe të jepet dëshmia nga ana ime. Nëse prokuroria e ka pas shumë të rëndësishme dëshminë time, ajo do të vinte tek ne. Një prokuror që e ka synim kryesor dëshminë e dëshmitarit, ai nuk humb kohë. Shtrohet pyetja pse i humb prokuroria 3 muaj.
për bindjen time të fuqishme, për shkak se është më shumë e interesuar të mbush ballinat e ndaj portalit të oligarkut se sa të sjell drejtësi. Kur prokuroria e shtetit në Kosovë nuk ka qenë më e lirë për të vepruar. Fatkeqësisht lirin po e keq përdor për ta luftuar qeverinë dhe jo krimin e korrupsionin. Unë e ritheksoj që gjithmonë kam qenë dhe jam edhe i gatshëm edhe interesuar që të dëshmoj. Nuk ka qeveri edhe sipas organizatave prestigjioze ndërkombëtare që e ka luftuar korrupsionin edhe krimin sikurse kjo qeveria jon në këto 4 vite dhe po ashtu këtë e dëshmojnë edhe qytetarët e Republikës me mbështetjen masive që na e kanë dhënë në këto zgjedhjet e nënshkurtit. Në fund gjithashtu po dua të theksoj që luftimi i krimit dhe korrupsionit në Kosovë është tejet i rëndësishëm. Mirë po vetëm vëreni me kujdes se çfarë rastesh prioritizohen. Ka vite të tëra që denoncimet tona nuk trajtohen. Kur e kemi marrë detyrën në mars të vitit 2021, për 1 vit e 5 muaj, deri në gushtin e vitit 2022, ministrat e qeverisë që udhëheqën i kanë dorëzuar 247 kërkesa për hetime ose kallëzime penale. Asnjëra prej tyre nuk ka prodhu hetim me akt akuzë. Pra, çka prioritizon prokuroria flet për prokurorinë e jo për krimin e korrupsionit, sepse ai është dashur të luftohet prej tyre. Ju e dini që zgjedhjet në Kosovë nuk mohon për kryeprokuror. Mohon për Kuvend të Republikës, për ekzekutiv të ri. Kryeprokurorët janë aty të barrikaduar si në Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës, sidomos në Këshillin Prokurorial të Kosovës, dhe kjo është për të ardhur keq, dhe kjo është një dëm i vazhdueshëm, një padrejtësi e pafalshme që po i bëhet shtetit tonë. Përderisa prokuroria nuk ndryshon qasje dhe nuk ndryshon as udhëheqje, se këto 2 gjëra po duken të lidhura me njëra tjetrën, nuk kam pse ndryshoj qëndrim asun. Padyshim që në Kosovë ne kemi ndalë krimin dhe korrupsionin në institucione. Ata të cilët kanë zhvatur, plaçkitur, vjedhur, i kanë humbur pozitat kryesore politike dhe institucionale. Pa ajo çka s'ka ndodhur ende, është që kapitali i vjedhur, i plaçkitur, i zhvatur nuk është kthyr në shtet, po ndodhet ende në duart e plaçkitësve, vjedhësve dhe zhvatësve. E për këtë nevojitet byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. E kemi quar në kuvend, ka kalun 2 leximet, gjykata kushtetuese na ka hedh poshtë, 5-4 kanë qenë votat në gjykatën kushtetuese. E kemi rishkruar ligjin, e kemi rikaluar në Kuvendin e Republikës dhe tash është sërish në gjykatën kushtetuese. Pra, shpresoj që kësaj radhe do të kaloj dritën jeshile, ju duhet ta kuptoni. Kryeministri ka pushtet, po nuk e ka dhe pushtetin e gjyqësorit e të prokurorit. Unë nuk jam edhe gjyqtar edhe prokuror. Ka mundësi që shumë qytetarë më kanë votu edhe asisoj. Kanë thënë ky sjell drejtësi. Mirë po Kosova është Republikë Demokratike. Pushtetet janë të ndara. Legjislativi prej ekzekutivi dhe prej gjyqësorit e prej shtyllës së drejtësisë në përgjithësi. Por ajo që duhet theksohet po ashtu është që ne e kemi edhe vetingun në drejtësi. Vetingun në sistemin e drejtësisë. E kemi kaluar ligjin për veting. Ju e dini çka ka bërë gjykata kushtetuese ligjit ton për veting. E kemi rishkruar ligjin për veting. Në mandatin e ardhshëm bëhet edhe byroja, në mandatin në vijim bëhet edhe konfiskimi i pasurisë pa justifikueshme, por gjithashtu reformohet sistemi i drejtësisë. Na i kemi 400 gjyqtar dhe 200 prokuror. Me këtë prokurori pasive dhe të njëanshme, e cila shumë më tepër lufton qeverinë se sa krimin e korrupsionit, natyrisht që qytetarët janë të zhgënjur. Mirë po ndryshimet bëhen nëpërmjet parlamentit dhe të gjitha ndryshimet edhe për gjykatat përfundojnë në gjykat, siç e kemi parë në gjykatën kushtetuese. Por unë jam optimist se tash po fillon një epokë e re për të mirë edhe në këtë aspekt. Keni posë edhe urdhën e gjykatës kryeministit për sot në radhë jetë? Për më shumë prokurori? Kryeministri përmendi më herë dhe shqerdhja gjatë që po fillon ndërtohet, e kjo është mësuar falë edhe bashkëpunimit me qeverinë. Financimi bëhet nga qeveria, ne kemi Lëra në rrugën.
vetëm se kemi edhe një rrugë. Jemi mirë pritur. Faleminderit. Netje. Media, që rënë apsirë të shikojnë në rrugën, pa. Me veturat. Veç me I kërku s'ti foli, se s'po mina më nërë. Po. Mos të vezë me vetuar. Shë në rrugën, largo. Unë veç jera me të kërku folje, se përna qojnë edhe një vend stacionar. Shumë faleminderit. Shë në rrugën. Punë të Jemi me ju për të mund, familjarisht, mallisht. Se po shkëm të stacionin autobusave është. Kujdes. Se ka përgjithën të përën.